bashkëjetesa nuk është thjesht tolerancë. Ajo është një parim i bazuar mbi dashuri, respekt dhe drejtësi. Në këtë kuadër përçarjet, urrejtja dhe fyrjet që shpërndahen mes bijve të njëjtit kom, janë jo vetëm kërcënim moral, por edhe shkelje thelbi të identitetit kombëtar dhe fetar. Bashkëjetesa e bazuar mbi respekt reciprok dhe vlerësim të dallimeve është rruga e vetme për të ndërtuar një shoqëri të drejtë, të qëndrueshme që jeton në paqe e në harmoni. Të dashur vëllezër e motra, s'ka dyshim se edhe shoqëria jonë sot po përballet me sfida të shumta. Shpesh shohim tensione, përçarje dhe vështirësi në zgjidhjen e problemeve edhe politike apo sociale, të cilat direkt prekin jetën e qytetarëve. Duhet ditur se dialogu është më i fortë se përçarja, se urtësia është më e fortë se zemrimi, se përgjegjësia është më e fortë se interesi personal. Nëse këto vlera i kultivojmë në jetën tonë shoqërore dhe publike, shumë probleme do të zgjidheshin më lehtë. Megjithatë, të mos humbasim shpresën, nga se shpresa është forca që e mban një popull gjallë.